Sfidat kryesore të Shqipërisë për të marrë statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian janë çrronjosja e korrupsionit dhe krimi i organizuar. Kështu ka deklaruar ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në një intervistë për New Europe. Tahiri tha se qeveria ka ndërmarrë reforma të shumta për të luftuar korrupsionin dhe se ky aksion ka nisur që me policinë. Por ai pranoi se dhe kriza e refugjatëve dhe lufta kundër terrorizmit kanë ndikim në procesin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Sot Shqipëria së bashku me Bashkimin Evropian përballet me një seri sfidash serioze si kriza e refugjatëve dhe lufta ndaj terrorizmit. Nuk e egzagjeroj kur them se këto rrethana ndikojnë në procesin e negociatave. Përveç kësaj, ne kemi sfidat tona të brendshme si çrronjosja e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në vitin 2015 sasia e drogës së konfiskuar dhe shkatëruar i kalon në 10 miliardë euro. Prandaj hapja e negociatave është vetëm një hap për ne. Përpara kësaj ne duhet të vendosim rendin në shtëpi dhe të garantojmë se qytetarët tanë janë të barabartë përpara ligjit. Krizën e refugjatëve Tahiri e quajti një sfidë të përbashkët për gjithë Bashkimin Evropian, pasi asnjë shtet sipas tij nuk mund të qëndrojë vetëm kundër saj. Ne kemi përgatitur një plan emergjent për pritjen e refugjatëve, i cili do të vjet në veprim nëse është e nevojshme, u shpreh ai. Megjithatë, shtoi se deri tani nuk ka shenja të mundshme që refugjatët do të zgjedhin rrugën shqiptare për të kaluar në shtetet europiane. Tahiri tha se në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës janë marrë masa shtesë për të luftuar terrorizmin, duke ngritur qendra rajonale që promovojnë një interpretim të moderuar të fesë. Në këtë kuadër janë bërë edhe ndryshime në kodin penal që i dënon rekrutuesit, por edhe ata që shkojnë të luftojnë për ISIS. Këto masa kanë qenë efektive pasi numri i shqiptarëve që janë bashkuar ISIS për vitin 2015 ka qenë 0.